nëse opozita do të shpalos prova të cilat e dëshmojnë manipulimin e zgjedhjeve, Bashkia Ndërkombëtare, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian nuk do të njohin këto zgjedhje. Mosnjohja e zgjedhjeve do të thotë pastaj përsëritje e tyre dhe me një përsëritje të zgjedhjeve zoti Rama do të pësonte një goditje të pashmangshme. Një fitore sërish një opozitës në një zgjedhje të reja do të ishte shumë më e thellë se sa një fitore e kësaj radhe. Zotit Rama intereson, mendoj unë, kësaj radhe, kjo është risia dhe këtë shoh edhe me qëndrimet e tij në fushat elektorale, i intereson të jetë një opozitë e fuqishme. Ai synon që në opozitë të ketë atë fuqi politike që të mund ta mbrojë veten nga përgjegjësitë ligjore që natyrisht do të ketë mbas zgjedhjeve për korrupsionin, për lidhjet me krimin e organizuar, me bandat mafioze e kështu me radhë. Dhe një opozitë e fuqishme do të interesojë dhe intereson atij që të mbrojë vetveten. Në këtë aspekt unë nuk besoj që ai ka një interes për të ripërsërisë zgjedhjet dhe për të pësuar një humbje tragjike për të në kuptimin që pastaj të mos ketë më asnjëri që ta mbrojë. Por edhe nëse do të fitojë një opozitë të qëndrueshme dhe në një numër të konsiderueshëm, zoti Rama nuk mendoj se do të jetë i qetë në opozitë për shkak se në Partinë Socialiste tashmë janë shfaqur konfliktet midis grupeve të ndryshme rivale dhe këto grupe rivale janë aq të pranishme dhe aq të zëshme sa po punojnë kundër njëri tjetrit dhe kanë punuar në të fushat elektorale kundër njëri tjetrit. Edhe kjo është një risi e këtyre zgjedhjeve sepse në Partinë Socialiste nuk ka patur luftë bërrylash kaq të madhe, kaq të hapur sa ka sot në këtë parti politike e cila ka marrë emrin e rilindjes sepse nuk mund ta konsideroj si një parti politike të qëndrueshme siç e kemi njohur më përpara Partinë Socialiste. Në këtë aspekt them që risitë janë të mëdha. Risia kryesore është se vendi do të marrë një kthes. Kthesa është besoj e kuptueshme dhe shumë e qartë. Kemi të bëjmë me premtime konkrete të opozitës, të koalicionit për Shqipërinë Madhështore, premtime të cilat opozita së paku në një 4 vjeçar të qeverisjes së saj nga viti 2005-2009 ka dëshmuar se mund t'i realizojë. Pra, ka një dëshmi, ka një provë praktike të cilën që provon se premtimet e opozitës, premtimet e zotit Berisha janë të realizueshme dhe mund të realizohen. Në këtë aspekt mendoj që besimi tek opozita është shumë më i madh se sa tek mazhoranca. Një risi tjetër e fushatës dhe zgjedhjeve është thirrja e kryeministit për të mos marrë pjesë në zgjedhje nëse nuk votohet Partia Socialiste dhe i trembet të kësaj shumicës të hershme ndoshta? Sigurisht që i trembet të fitores së opozitës dhe prandaj bën këtë thirrje, por më lejoni të them se nuk ka ndodhur ndonjëherë në historinë ndonjë vendi pluralist, jo demokratik, që kryeministri i një vendi të bëjë thirrje qytetarëve të vet të mos dalin në zgjedhje. Kjo është qoftë edhe kjo thirrje që Edi Rama bën për të mos dalë njerëzit në zgjedhje nëse nuk votojnë partinë e tij dhe atë vet, është një thirrje antidemokratike, një thirrje që dëshmon për pushtetin autokratik të tij. Një thirrje që dëshmon se ai ka frikë nga demokracia. Dhe shfaqja e parë e demokracisë është vota. Dhe ushtrimi i kësaj. Nuk ka njeri në botë, nuk ka politikan në botë, ku ka një sistem pluralist, jo demokratik, po pluralist, që të bëjë thirrje qytetarëve të mos votojnë, të mos ushtrojnë të drejtën e tyre, vullnetin e tyre, të drejtën e tyre për të votuar. Mjafton
kjo thirrje e Edi Ramës për të dëshmuar se sa në panik është ai, por edhe për të dëshmuar se sa i gatshëm dhe i etshëm është ai të manipulojë jo vetëm procesin zgjedhor, por edhe numrimin e votave në ditën e sotme të votimit.